kështu është ky kombinimi që e kemi kriju me këto 3 produkte dhe kështu po duket nuanca pasi e kemi miksu. Kjo është një nuancë tipike që mund të përdoret për kontur. Për me pas ma të lehtë për me shkri produktin në fytyrë, e vendosim shumë pak nga kjo fondatina që përdora më herët, edhe pastaj do e miksoj me pak nga ky produkt që quhet Fluid Sheer. Kjo është një produkt që ndihmon me shkëlqimin e fytyrës, mund të jetë një tip primer apo highlighter. Unë po e miksoj këtu bashkë, kështu është ky kombinimi që e kemi kriju me këto 3 produkte dhe pastaj lehtësisht fillojmë duke e përhap produktin që ta krijojmë këtë nuancën që pastaj mund ta përdorim si kontur. Po e hapi shumë pak edhe me korektor për t'i dhënë pak më shumë mbulueshmëri. Dhe kështu po duket nuanca pasi e kemi miksu. Kjo është një nuancë tipike që mund të përdoret për kontur, pra nuk është shumë e ngratë, anon nga një nuancë ngjyrë kafe e ftohtë, po mund të përdoret shumë bukur për t'i kriju konturat. Për shkak që nuanca është më e ftohtë, ka me jepat pamjen e konturës të hundës shumë të lehtë, edhe sidomos në fotografi do duket shumë bukur. Po vazhdojmë me pjesën tjetër të fytyrës. Marrim një brush. Preferoj që brusha me qenë e sheshtë, si kjo, që më lehtë ta përhapim konturën. Shkak që nuanca është më e ftohtë, do e mbajmë shumë afër me këtë perimetrin e jashtëm të fytyrës edhe nuk do aplikojmë shumë produkt që të mos duket edhe shumë i fortë kontrasti mes fondatinës edhe kësaj pjesës që e kemi bërë konturat. Po vazhdojmë me korektore, tregova pak më herët, edhe kjo është korektori prej linjës Luminous Silk prej Giorgio Armanit. Kjo është nuanca numër 5. E ka këtë aplikatorin shumë të përshtatshëm për me vendos kështu direkt poshtë syve. Edhe për shkak që janë nga linja e njëjtë, përshtatet shumë me fondatinën. Kjo është e mira kur përdorim produkte që janë nga njëjti brand, e njëjta linjë. Është një gjë e sigurt që janë bërë testime të mjaftueshme për me pa se a ndërveprojnë mirë produktet me njëra tjetrën në krahasim kur
përdorim brende të ndryshme për pjesë të ndryshme të fytyrës, nganjëherë kemi raste që nuk përshtaten shumë mirë produktet me njëra tjetrën. Do e përhapi edhe këtë produkt me një brush, po e marrë si fillim një brush të vogël për korektor. Edhe fillojmë duke e përhap gradualisht produktin.